kreu i organizacë kriminale, Edi Rama, të përdor mandatet e krimit të tij si bajoneta kundër çdo shqiptari. Mblidhemi në një kohë kur për të mbrojtur lëkurën e tij, për të mbrojtur krimet që ka kryer. Ai vendos t'i mbyll dyert drejtësisë shqiptare. Vendos de facto asgjësimin e pushtetit gjyqësor. Vendos mburoj e plot të mazhorancës së krimit apo të mandateve të krimit për vjedhjet e tij dhe të qeveritarëve. Vendos në kuadrin e një skenari më të ziu skenarit të shkputjes së Shqipërisë nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Pasi përpjekje të jashtëzakonshme të bëra në vite për një ëndër të kahershme të shqiptarëve, për një ëndër të rilinasve tanë, gjeni që një kom që zgjohet pas 5 shekuj lindje e projektojnë në prendim, e projektojnë zonjë në Europë. Tani del një Haxhi Qamil, tani del një bandit, del një njeri pa nder, pa flamur, një apatrid, që vetëm pak muaj më parë bërtiste për pasaportën europiane që do udhëron të shqiptarve, dhe tani unë zjerë pasaportën e Beogradit shqiptarve në vend të saj. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë, i cili shtyn masivisht shqiptarët që të heqin dorë nga ndërtimi i ëndrrës tyre europiane në Shqipëri dhe të marrin rrugë të dheut për të ndërtuar atë në vende tjera. Ky është një akt që vetëtishëm e shkput Shqipërinë nga aleatët natyral me të cilët e bashkoi në frym lëvizja e dhjetorit 90 dhe hapat e tjerë të mëtejshëm që u bën, hapat e tjerë të mëtejshëm që u bën,
arritjet e pa diskutueshme në fushën e integrimit euroatlantik, integrimin e NATO, marrëveshja e stabilizim asociimit, pranimi i kërkesës Shqipërisë për antarësim, për proces antarësimi, akordimi statusit kandidat nga Komisioni Europian dhe më vonë nga gjitha vendet anëtare, dhe pastaj, më në fund, hapja e negociatave. Të gjitha këto, Edi Rama i shkelmon për shkak të veprimtarisë tij kriminale, të dy anshme. Vjedhjen e tij të çmendur e të pakufishme të fondeve publike dhe pasurive publike për vetë dhe familjen. Belinda është lule çfarë janë dy lindat e tij. Por edhe Belinda dhe dy lindat janë Rama vetë. Janë Rama vetë, se Lubia ka qenë thjesht një sekretare notere e vjedhjeve të tij nga 25 vite me radhë nga Bashkia Gjersot, që ka nda pasuri me të, dhe tani duhet që shqiptarëve të mbyllet dyrët e integrimit në Bashkimin Evropian. Është një moment jashtëzakonisht kritik. Dhe po të kemi parasysh një faktor, e vërteta është deri diku të pandalshëm, që është avancimi i forcave të ekstremit të djathtë në vendet e mëdha të Bashkimit Evropian, për të cilat nuk mund të imagjinohet kurrë që Shqipëria të jetë një vend antar. Këto akte e përçudnojnë Shqipërinë në një shkallë të tillë saqë askush nuk mund të marrë përsipër ta mbështet këtë vend. Jemi bërë vendi po bëhet gaz e dheu. Kur tregjet e basteve merren të parashikojnë nëse Edi Rama do bjeri këtë vit apo jo, ta imagjinoj çdo shqiptar se ku jemi ka ta ndisur ne me këtë njeri. Tani, koha është sot më shumë se kur e përgjegjësisë qytetare. Përgjegjësi qytetare do të thotë në këtë rast përgjegjësi para vendit tënd. Çfarëdo që je dhe cili do që je, në qoftë se ndjen veten shqiptar, është koha të ngrihesh. Është koha të përballemi dhëm për dhëm me një regjim që kaq të poshtur se kanë patur shqiptarët që nga koha e Enver Hoxhës deri sot. Vetëm Enver Hoxha ishte i aftë të mirte çdo lloj vendimi për të ruajtur pushtetin e tij. Vetëm ai ishte i aftë t'i çonte Shqipërinë, shqiptarët
tek racioni bukës misrit, kilogrami i krips dhe i sheqerit, që ti mbante ata të uritur dhe të topitur në mënyrë që të mos vendonin dot asgjë tjetër përveç kafshatës. Vetëm ai ishte i aftë në shpirtin e tij të zi, të zhyste shqiptarët në izolimin më të thellë që të mos krishin kundër tij. Edi Rama, pasi ka vjedhur miliarda pasuri publike me organizatën e tij kriminale, tani zhduk edhe kushtetutën, zhduk shtetin ligjor, i mbyll të gjitha, shkatron drejtësinë për të mbrojtur lëkurën e tij. Nuk ka ditë më të vështirë për vendin se sa kjo. Nuk ka ditë më të vështirë për kombin se sa kjo. Mendoj se komuniteti ndërkombëtar ka folë shumë qartë. Për një sëri vendesh të Bashkimit Evropian, shteti ligjor është kushti i gjitha kushteve që Shqipëria të ecë në rrugën e integrimit. Dhe pa shtet ligjor nuk ka proces integrimi. Por mjerisht, ka dhe tek këtu këtë tjerë, të cilët nuk bëhet fjalë që Shqipëria të jetë me shtet ligjor as pa shtet ligjor antar i Bashkimit Evropian. Ndaj dhe mbështesin variantin Vučić-Rama. Variantin e marrëveshjes tregtare. Pa marrëveshjen politike, do më thanë, sui generis, marrëveshje që mund t'i ofrohet Tunizis, mund të ofrohet shumë vendeve, tregti. Por, kjo që ndodhë, është në kundërshtim flagrant me aspiratat e mbarë shqiptarëve. Të gjitha studimet tregojnë se shqiptarët mbështesin, qytetarët shqiptarë mbështesin fuqishëm procesin e integrimit. Partia Demokratike është zëdhënëse e këtyre aspiratave. Për kohën që ishte në pushtet, ajo ishte një lokomotiv e pandalshme e procesit të integrimit. Në historinë e vendit, procesin e integrimit e ka ndaluar vetëm Edi Rama. Ju kujtohet mirë në vitin 2012, kur Komisioni Evropian rekomandoi statusin e kandidatit, dhe ishin 3 ligje për të votuar, Edi Rama pasi ra dakord me ndërmjetësimin e zyrtarëve të lartë Komisionit Evropian për votimin e tyre, nuk i votoi ato. Dhe ta dinë shqiptarët. Nuk i votoi, por si faqezi
që është se s'ka patur Shqipëria njeri me faqezi sa atë. A e nërmori në vjesht në vitit 2013 pasi fitoi zgjedhjet, udhëtimin më të turpshëm në historinë e vendit të një kryeministri. Shkoi në Londër, si kryeministër, dhe kërkoi takim vetëm me drejtorin e Foreign Office për rajonin. Pala britanike i tha se nuk mund të ndodhë kjo, se në ato protokollet tona